Shikues të dashur të në Zoomcast, të djelave ju mirëpresim me kënaqësinë më të madhe duke ju treguar gjëra nga bota e shëndetësisë. Ne e dim ndoshta si parem se si duhet vlerësuar një profesion i psikologjisë, po atë më mirë do na tregoj kur përmendet në fakt fjala ose profesioni psikologe, patjetër që në Kosovë na kujtohet Antigona Çenaj, Sejdio, mos mbasbërgj. Edhe është kënaqësi shumë e madhe që sot je në një emision krejt ndryshe prej ato që unë deri tani kam bë. Kënaqësi shumë e madhe dhe mirë se erdhëm na te jo, mirë se erdhe te na, po i kam i thonë. Faleminderit Albin, me shumë kënaqësi me qenë gjithmonë me ty në emision. Mirë se erdhe dhe ju këtu në zyret e unë edhe. Qysh nis një ditë e Antigonës, na intereson me ditë këtë pjesën, ndoshta çdo ditë pothuajse e njëjtë, por pacientët edhe gjithçka ndryshe. Çka e dallon dita ditën? Në fakt, ditët e mia janë kryesisht shumë dinamike. Nuk është që kam një ditë ku zgjohem shumë qetë dhe kam kohë me qëndru. Me jetu. Gjithmonë kam ato terminet dhe kohën peck për shkak të angazhimeve të shumta. Pjesa e punës natyrisht janë të caktuar me termine dhe gjithmonë të planifikuar, nuk i ndodh me i lanë kur gjë rastësisë. Po janë mediat, janë gjanat e tjera me cilat unë merrem, menaxhimi i klinikës, specializimi dhe gjithçka tjetër që natyrisht e marrin atë pjesën e ditës, edhe familja natyrisht i kam 2 fëmijë të cilët e kërkojnë momentin dhe kohën. Patjetër. Antigona, derisa ishim duke i përgatit komplet pajisjet për gjëren, pam edhe interesimin e njerëzve për seancat që te ofrojnë. Ndoshta nëse mundesh më na tregu pak a shumë si ka shku kjo, se është ka thuhet është punë sezonale, po është një punë që ndoshta ti je shkollu për atë drejtim dhe i fal atë energjinë dhe qetësinë tënde, gjë që të përgëzoj. Si është të jesh psikologe? Në Kosovë po flasim. Me thënë drejtën, për mua është pasion, nuk është veç profesion. Është puna që unë e bëj me shumë dëshirë, me shumë vëmendje. Shpesh, sepse jemi njerëz dhe ndodh që dhe na kemi ngarkesa tjera, probleme tona personale, dhe vrej që kur futem në seancë, unë kam lënë gjithçka tjetër larg prej aty dhe jam all in, jam komplet e fokusuar te klienti, te ajo që ka ndodhur brenda seancës, edhe kjo natyrisht më bën mua me u ndjek fillimisht mirë dhe këtë e vren patjetër edhe klientët. Dhe kështu tashmë jam bë më shumë se 18 vite që punoj, gjithmonë më ka rënë me punu në ordinancë private, asnjëherë s'kam pas fatin me punu diku në shtetet, po gjithmonë përvoja ka qenë aty dhe gjatë periudhës së specializimit, për shembull, kemi pas stazhin që kemi marrë në klinika të ndryshme gjatë 3-4 viteve në specializim. Kjo është përvoja shtetërore, por kryesisht kam punu privat. Edhe ajo që ka ndihmu shumë, mendoj njerëzit është rrit ankthi, është rrit stresi, njerëzit shumë a shumë janë të informuar sot për problemet e shëndetit mendor dhe prezenca, po du me ju falenderu mediave, sepse me të vërtet vitet e fundit unë jam shumë prezente në media dhe kjo fal interesimit që ju gazetarët dhe ju mediat e keni tregu për problemet e shëndetit mendor dhe keni përçu shumë mesazhe, keni ngrit vetdijen për problemet e shëndetit mendor dhe sot njerëzit e kanë mundësinë me qenë të informuar dhe kjo nuk është pak dhe si rezultat njerëzit po marrin shërbime dhe na po punojnë po ja din vlerën kësaj gjëje se më herët ka qenë tabu me shku te psikologu. Ç'është mundosh Antigona m'ja u hek njerëzve këtë bindje që me tregu që nuk do të thotë që je çmendur për marrë te psikologu. A ke pas gjëra të tilla ose komente të tilla si janë gati 2 dekada punë, normalisht një periudhë sfiduese po besoj. Natyrisht çdo ditë hasim në atë paragjykimin që me shku te psikologu nuk je diçka në rregull, je i çmendur. Mendoj që paragjykimet vinë si rezultat i mungesës së vetdijes, mungesës së informacionit. Dhe mënyra që unë jam mundu me i luftu këto paragjykime ka qenë të dhënë informacionin e saktë për publikun. Do të thënë njerëzit kanë pas mundësi me njohur përse afërmi çka bën një psikolog për shkak të prezencës në këtë rast time në media. Gjithmonë ju mundu me fol thjesht,
pa terma mjekësore, me qenë afër dikujt që është atje në shtëpi, që e kupton çka po bëj ka psikologu, çka është ankthi, çka është stresi, çka është depresioni pas lindjes, gjatë shtatzanisë dhe problemet e tjera që ndetit mendor, problemet me gjumin, problemet e zhvillimit të fëmijët, domethënë për tema nga më të ndryshmet dhe duke i vetëdijsu njerëzit, duke marrë informacionin e saktë, kështu ata kanë filluar me kuptu që nuk është tërp me shku te psikologu apo edhe te psikiatri dhe nuk është tërp me u kujdes për veten për mirëqenien psikologjike. Cilat janë moshat, do doja me ndalë të pjesa ku e dim rrjetet sociale po e bojnë një jetë edhe ma dinamike dhe gjithë po e duan perfeksionin. Sa ndikon kjo në shëndetin tonë mendor ku marrim për bazë ndonjë yll Hollywoodi, në fakt na jemi qenje njerëzore me të mirat tona, po prapë lakmojmë suksesin ose dukjemi dikuj tjetër. Sa kanë ndihmuar rrjetet sociale që zhvillohet kjo dukuri me raste negative? Natyrisht një prej faktorëve që afektojnë shëndetin mendor janë edhe rrjetet sociale dhe gjithë asaj që ka ndodhur aty. Njëjtë si ato aspektet negative, rrjetet sociale kanë mundësuar edhe marrjen e informacioneve të sakta jo rrallë. Kështu që i ka të dy anë të medaljes. Ndoshta efektet negative janë që sidomos të trit, shpesh din me urrit komplekset, dëshirat me qenë më të mëdha se sa realiteti, kjo e rrit mandej ankthin, e rrit stresin, me qenë më të palumtur me dukjen, për shembull, për shkak se në rrjetet sociale shohin fotografitë përpunume, të rregullume, të editume dhe jo afër realitetit. Kjo bën që mandej na me pa veten sikur na nuk jemi perfekt dhe sepse gjithçka që shohim në rrjetet sociale duket perfekte. Por natyrisht në rrjetet sociale sot rrit shohin shumë informacione, podcast ku folet për shëndetin mendor dhe ata informohen edhe mu pëlqen shumë kur i ndëgjoj tri që flasin për shëndetin mendor në mënyrë shumë të hapun, pa e gjykuar njëri tjetrin. Ndonjëherë i ndëgjoj me terma anglisht, për shembull compulsive anxiety, janë edhe simpatik kur i ndëgjon, por që më pëlqen që qase që ata i trajtojnë problemet e shëndetit mendor, që është ndryshe prej që kemi trajtuar nështë gjeneratat më herët. Çka ka dallim nëse flasim për fillimin, kur ke nis me u marrë me këtë profesion, që unë do thoja është edhe fisnik, sepse ju ndihmon realisht njerëzve dorën në zemër, po tash a ka evolu teknologjia qatë shumë sa na po informohemi edhe po kemi nevojë të vim, po jo edhe non-stop për shembull. Çka e dallon kohën para 17 vitësh dhe tash? Ndoshta ma pak ka pas njerëzit informacione atëherë, ma pak kanë ditë sidomos për ankthin, sot dihet tepër shumë. Atëherë s'kemi pas inteligjencën artificiale, sot jo rrallë vinë pacientët, klientët me diagnozat cilat i kanë marrë prej AI dhe domethënë para se me ardhte na ndoshta fillimisht janë konsultuar me qatin e tyre me AI, edhe kur vinë veç se i kanë disa informacione që e ka edhe atë efektin e mirë, sepse po dim për çka ka ardhur. Po, ndonjëherë kjo shkakton edhe telashe, sepse jo çdo përjetim është një diagnozë dhe të marrë një diagnozë të gatshme prej AI, ndoshta po rritet mandej ankthi, edhe po krijohet një farë frike më e madhe te klientët, tu mendu që kanë diçka më serioze, shpesh disa mendime negative nuk janë depresion ose një gjendje momentale ankthit, nuk është një çrregullim. Vinë shumë shpesh me diagnoza më të rënda se sa që i kanë për shkak se kanë konsultuar AI. Kjo është dallimi. Nëse flasim për moshat, cilat janë më shumë të prekura që fatkeqësisht kërkojnë ndihmë, po ndoshta edhe hezitojnë me kërku ndihmë. Cilat mosha janë më të prekura? Unë mendoj që problemet shëndetit mendor kanë të gjitha moshat, po varësisht prej moshës kemi ato dallimet e gjendjeve. Për shembull, kemi te moshat te fëmijët, kemi ato vështirësitë në të folur që janë më dominuese, dyshime për autizëm, ADHD, probleme pasaj të moshës së adoleshencës, të cilat mundën me qenë probleme me gjumin,
simptomat të depresionit, vështirësi me mësimin, vështirësi në koncentrim, shqetësime emocionale, sepse është mosha kur fillojnë ato dashurit, vujtjet, të cilat janë pothuajse normale në kuptimin e zhvillimit, në kuptimin e moshës, por që ndonjëherë ka nevojë me mbështet. Efektet të përdorimit të teknologjisë që jo rrallë çojnë në probleme pak më të mëdha, ngacmime dhe bullizime online në moshën, sidomos në moshën e adoleshencës. Pastaj kemi moshat e rrituna që kryesisht janë stresi, ankthi prezente, ankth dhe depresion të gradë shtatzana dhe pas lindjes, sidomos depresioni pas lindjes, dhe nuk duhet me harru moshën 40+, po i quaj kështu, ku fillojnë, sidomos të gratë, menopauza, po edhe të meshkujt janë ato ndryshimet hormonale, të cilat krijojnë ndjenjë rënjët vetëbesimit, një nevojë për me ja dëshmu vetës që janë do të thotë edhe meshkujt e prekur nga patjetër. Mosha e shtyr mandej që lidhet shpesh me vetmin, nevojën për socializim, mungesën e aktiviteteve që i qënë ka simptomat e depresionit, ose problemet shëndetësore të cilat për shkak vujtjeve fizike dhe smundjeve kronike jo rrallë kjo moshë preken prej depresionit dhe ka nevojë për trajtim. Antikona, faleminderit shumë për krejt këto informacione, po do ndalesha nëse isha dëgjuese mirë kuptohet të dy pjesë. E para ishte që rrjetet sociale dhe qëndrimi gjatë aty. Një këshill për shikuesit tanë se si me përdor telefonin, po me përdor për hajër. Qysh me u mundu me nda pak privatsin edhe ekspozimin e tepër që shkova dikon po e bëj një foto. Do me thonë ajo mania që t'jeme famshme në rrjetet sociale, po e harrojmë edhe realitetin në cilin jetojmë. Shiko, është shumë e vështirë kur gjithë janë të përdor telefon, me qëndru komplet jashtë asaj përdorimit të tij. Dhe mandej kalon atë ekstremin tjetër, sepse çka është normale është gjithmonë ajo që ka bëjnë shumica, le themi, quhet normaliteti, sepse s'kemi një shablon të normalitetit, kështu të saktë për gjithë. Por nëse të gjithë po jetojnë në një formë dhe ne jemi komplet kundër asaj rrjedhës, asaj rrymës, i bën që edhe diçka dhe me neve nuk është në rregull. Me përcjell trendin edhe na. Nuk po them largoni komplet prej rrjeteve sociale, por me i përdor le themi me mend, mos qëndrojmë tepër shumë gjatë, të vrejmë kur jemi shkput prej realitetit dhe jemi fokusu komplet në telefon, mos lejojmë që telefoni me na i marrë momentet tona, sepse ishim të e bo një foto me postu dhe nuk e shijum një moment me personat e dashtur. Mos lejojmë që telefoni me na marrë gjumin, që ka është tepër i rëndësishëm, sepse po shoh që ajo koha kur na shkojmë me fjetë, se cilën herë ma shumë po shkon të ushty, domethënë nëse gjeneratat ma përpara kanë fjetë në ora 8, sot ora 8 është qesharake nëse dikush ka me fjetë në ora 8. E ka na jenë ma të mirë. Domethënë 12 që është minimumi kur njerëzit sot shkojnë me fjetë, fatkeqësisht po flas për shumicën, dhe kjo në kuptimin e shëndetit mendor, po edhe shëndetit fizik, i ka pasojat e veta, sepse gjatë gjumit ndodhin procese të jashtëzakonshme të rigjenerimit të çdo që lizën trupin tonë, dhe na nuk duhet me harru. Sa orë duhet me flajtë? Se është ky paragjykimi 8 orë, 10, 6? Shiko, çka shumë e rëndësishme është më mësu me ngu nevojat e trupit tonë. Është shkencërisht është një 8 orë që proklamohet, që flitet për gjumin dhe për shembull thuhet që edhe nëse flan 10 orë nuk është mirë, nëse flan 6 orë nuk është mirë, domethënë është një mesatare prej 8 orësh në kuptimin shkencor, por unë bëj thirrje që na më mësu mi kuptu nevojat e trupit tonë. Kemi ndonjë ditë kur ne mjaftohemi edhe me 6-7 orë gjumë për shkak se s'kemi pas ditë shumë dinamike, po ka një ditë tjetër kur trupi jonë edhe me 9 orë nuk arrin me rigjeneru vetveten, kështu që është shumë e rëndësishme të qenë në kontakt me veten edhe me ngu nevojat e trupit.
Antigona, për fund, duke të falenderuar si gjithmonë për këto mesazhe të bukura dhe tejet pozitive që si gjithmonë adhuron. Me çka po merresh aktualisht edhe cilat janë ato projektet, kemi pa shumë aktive në rrjetet sociale me video informuese. Sa ka rëndësi që me mbajt audiencën edhe ata cilët hala nuk e kanë pas rastin me ardh të ti, që sadopak m'jau qetësu zamrat. Në fakt, këtë komunikime me publikun, unë e kam diçka timen, diçka pa cilën nuk e imagjinoj veten, qoftë përmes prezencës në media apo këtyre video në rrjetet sociale, mendoj që është ajo lidhja ime një pjesë e imja me publikun. Diçka që më përfaqëson mua. Nuk është gjithçka në kuadër të marketingut që bëhet, sepse me ka shumë përvojë pune nuk është që vujmë për me pas punë më shumë, po as nuk dumi me harru publikun i cili ka qëndru besnik edhe të ka mbështet ndoshta prej fillimit. Kjo është një formë e imja që e maj ata kontaktin me ta. Po punoj, vazhdimisht po punoj, jam tashmë për pak kohë e kam edhe provimin specialistik, ku po të bëhem specialiste e psikologjisë klinike. Kjo angazhimi media, jo diçka tjetër vera, takime me njerëz cilët e përmbushin një pjesë të mirë ditës time, kafet edhe muhabetet me ta që na relaksojnë realisht. Antigona, faleminderit shumë, kënaqësi shumë e madhe thash edhe në hyrje të kësaj epizode të në Zoomcast. Je ndër mysafirët e para, kështu që uroj shpresoj që më na shkohet më mbar edhe ky projekt. Ju uroj shumë suksese në këtë podcast edhe uroj që t'i shohim maja të këtij projekti. Faleminderit shumë. Po mendoj që temat shëndetësore janë gjithmonë të rëndësishme për publikun dhe ajo që ka i servojmë publikut kur është profesionale, kur vjen prej njerëzve që janë thirrur për atë punë, është shumë e mirë se ardhën. Faleminderit shumë për juve. Patjetër, faleminderit shumë. Shikues të në Zoomcast, ka sa i përket kësaj epizode të radhës, e ne do të shihemi përsëri të dielën tjetër. Deri atëherë ju vazhdoni të qëndroni me të gjitha projektet dhe platformën tonë Zoom Albina Zenelin. Një falënderim si gjithmonë ju shkon bashkëpunëtorëve që janë pjesë e rrugtimit tonë, tashmë të ri të në Zoomcast. Faleminderit dhe shihemi të dielën tjetër.